E tretë, Zoti Berisha, a keni marrë ju tashmë një njoftim për të paraqitur në SPAK për çështjen e 21 janarit dhe a do të shkoni? Tani, a do të shkoj unë, mos ta shtroj kur njëri pyetjen. Unë çdo njoftim që më thirrëm nga gjykatat dhe prokuroria e vendit, unë kam shkuar dhe do shkoj, e kam ligjun këtë. Ligj. Por Osman, shikoni se çfarë keq përdorimi ekstrem nga Altin Troplini i institucionit që ai drejton. Shikoni çfarë keq përdorimi ekstrem. Me datën 3, unë isha në përputhje me ligjin në zyrat e skapit. Gazetarët ishin tek dera. Unë hyra dhe dola, dhe ata nuk thanë asnjë fjalë. Gjëja më normale, po të kishin një njoftim, ata mund të ma jepin mua direkt, mund t'ja jepin avokatit tim, por nuk vëzojtë. Shikoni se çfarë t'i thuash ati. Epitetet nuk mjaftojnë. Epitetet e Shqipës janë të pakta. Dhe unë, kur vi këtu, apo nga dreka, shoft ja u kishë dhënë gazetarëve që i keq përdor, dokumentin. Dhe që këtë thirrje, Berisha ka marrë të thirrje, Berisha s'kishë marrë asnjë thirrje. E bënte këtë ai për të krijuar një lajm, në mënyrë që të mbuloj lajmin e 97 milion euro të Rams dhe Belinda Ballukut. Kjo prit, është shumë interesante. Dhe tani çfarë ndodh? Prit. E kemi dërguar në PD. Këtu në PD, pas një jave, pas ka ardhur një zarf, Partisë Demokratike. Zarfi që vjen Partisë Demokratike nuk vjen për Sali Berishën. Dhe ajo ka kthyer. Kujt është, kujt i adresohet? I duhej lajmi, nuk i duhej problemi. I duhej lajmi, i duhej të krijonte lajm, sepse dirigjohet nga zyra e Rams. Në një propagandë të ulët, të shpifur. Prit. Tani kaloi një javë, thot javën e dytë përsërita. Por, u dërguar këtu, u dërguar tek Niko Peleshu, u dërguar këtë andaj, asnjë njoftim. Dhe vetëm dje, kur shkoj unë aty, ata zotrinë thonë, ka dhe këtë njoftim. Po shumë mirë. Po sigurisht, si të mos e mirë, ja. Ka këtë njoftim, shumë dakord. Pra, shikoha, përdori, shikoha çfarë sa të ulët janë. Sa i ulët është ai. Përdori një akt ligjor të ligjshëm, se që i fare të paligjshëm, për të bërë 2 javë propagandë në shërbim të qeverisë. Ja u dha gazetarëve para se të ma japin mua. Dhe unë duhet ta mësoja nga mediat, po pse? Pse duhet ta mësoja nga mediat unë, kur unë kisha qenë aty? Të gjitha njoftimet, dhe janë jo të pakta, vinë direkt në derën time. To kasin, si rregull ka njerëz aty. Në shtëpi del merr njoftimin, firmosin. Por këto nuk i duhej kjo, nuk i interesonte kjo. I interesonte tymi dhe zhurma që të ndihmonte Lubin, të cilën nuk donte kurse si ta akuzonin. Tani, a do shkoj pa diskutim. Dhe do shkoj nesër, po, nesër do jam aty. Sepse shumë normale, ndonse e deklaroj që sot që ky është një hetim politik, sepse ajo çështje është hetuar. Është hetuar me ekspert shqiptar, ndërkombëtar, ku ta diun me radhë. Është hetuar ajo. Është bërë plot hetimi
në të katër anë. Por nuk jam thirrë, nuk më kanë pyetur njëherë, pa di pse s'më kanë pyetur, se isha njeriu i sulmuar, se isha njeriu i rrethuar. Ndaj dhe nuk u leverdistet të thristit. Jo. Ndaj s'kanë thirrur. Tani, thrasin, sigurisht i do shkoj. Unë kam qenë 5 orë, 6 orë sa ka vazhduar. Në rrethim, në përpjekje për të pushtuar kryeministrinë. Evidente, ajo ishte protesta më e dhunshme në historinë e vendit. Me qindra e mijëra gur janë hedhur drejt gardistëve, në një kohë kur ligji përcakton qartë se cili është reagimi i rojës kur qëllon me gur drejt tij. E ka të shkruar ligji i votuar nga socialistët. Janë hedhur eksploziv drejt tyre. Janë hedhur, u përdor makina për të thyer derën. Pra, të gjitha këto, problemi, pa diskutim që do shkoj, janë deklaratat më serioze ndërkombëtare që thonë se Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Tani, kuptohet vetë pse përdoret dhuna. Ktheu pak tek deklaratat e Edi Ramës. Sali ose pranon zgjidhjen politike, ose do kalohen mbi kufoma, apo mbi të vdekur, çfarë thot aty. Çakalli tjetër thot, edhe 13.000 po t'jetë nevoja. Pra, çfarë ishte? Ishte një skenar dhune i paralajmëruar. I paralajmëruar, dhe e vërteta, ta them. Në zgjidhjen e kësaj e atij problemi, pat një angazhim shumë serios të qeverisë Shteteve të Bashkuara. Erdhi këtu 2 herë Thomas Countryman, deputy assistant secretary, por erdhi dhe assistant secretary Steinberg për këtë problem. Kush e pengoi? Përkundrazi. Vazhdoi hetimi, u bën dënimet, po Edi Rama s'u thirr një herë. Kush ta? A pritet thirrë? Edi Rama është përgjegjësi numër 1 i atyre zhvillim, ai është organizatori kryesor. Është organizator kryesor. Shifini kur bën me shenjë nga dritaret e mia. Dritaret kanë marrë gur, kanë marrë pluma. Po, s'kam si të mos shkoj, edhe mos ishin këto, unë kam ditë që shkoj, po unë do shkoj, dhe do t'i bëj gjyqin publik, do dalë amëj, dhe do t'i bëj gjyqin publik Edi Ramës. Jo vetëm Edi Ramës, nuk është vetëm. Këto janë. Prandaj dhe Sali Berisha nuk u thirr. Pse s'u thirr? 13 vite, 12 vite. Nga 2013 në 2024, as kërkush. U bën dënime, u bën të gjitha. Ndaj dhe Edi Rama do të dalë, siç është organizator i një proteste që synonte pushtetin me dhunë. Dhuna nuk përdoret për ndonjë qëllim tjetër. Nuk kemi të bëjmë me dënime ligjore të përdoret dhuna. Jo, dhuna përdoret për të marrë pushtetin. Ndaj dhe rrethua kryeministria në atë mënyrë. Vazhdojmë. Zoti Berisha, sipas jush, përse SPAK nuk e thret organizatorin e kësaj proteste dhe ata të pakt protestues të cilët u faktuan që erdhën të armatosur atë ditë para selisë së kryeministrisë?
sepse SPAK është një vegël e kësaj qeverie. SPAK është një vegël e kësaj qeverie. E vërteta është që SPAK e ka refuzuar të çështje. Pasi ka shqyrtuar dosjen, e ka refuzuar. Themi atë që është, sepse e ka paqur fajtor kryesor i gjithë atij skenari, autor kryesor është Edi Rama, cili do që shef atë dosje. Del Edi Rama la kuriq.